jemi më mirë se në Tiranë. Në rregull, mirë është. Më vjeni natë me drynin. Është më mirë se që kisha për fytyror. Që të dish, ora e biologjisë është rreth 12-s. Ka kabinetin më të mirë në të gjitha shkollat e zonës. Edhe grupet marksiste-leniniste kur vinë të vizitojnë. Po ashtu edhe mbledhjet e Këshillit Pedagogjik aty i bëjmë. Ky është një fat dhe nder. Mirë atëre, fillojmë punën. Po. Selam aleikum mësul. Aleikum selam nënia. Pas ke dalë prej burgure? U bom sa kohë nënia. Sa po nesu? Se fyte nënia ma, 17 vjet. Nuk dua të jem si disa njerëz që për ca ndihmë aty ndryshojnë besimin. Ateist kam qenë, ateist do mbes. Po e gjete ateist biti, te mësimet e partisë? Lera ata që nëse zgjet. Po, dakord. Po unë nuk e ses veten për një test mjeu. E çdo thua për këtë? Unë nuk i duroj dot ata që e dredhin. Deri dje bëni be për frontin. Ndërsa sot e drodhën. Vajtur me bahaj, me ungjillin, dëshmitarët e përshpar për një test mjell pa para. Po mjaftë është mjell sikur s'ka lezet më këtë. E di unë se nuk lutet ai. Se ka frikë ose shpresë mos kthehet prap komunizmi. Unë po ngrim ta që ajtë mirë pash. Mirë pash. Pas ka një herë fare. Le që për 2 orë fishkën e dhidi këtë poshtë. Ato tonat po, edhe të bukura edhe rojnë. E dio. Mirëmbrëma. Deri në debutimin e tij të parë në letërsi, në moshën 45 vjeçare, në vitin 1997, Ylliet Alishka ishte autori i teksteve të biologjisë dhe kishte një doktorat për didaktik. Ky debutim i tij në letërsi vjen me vëllime me tregime Parullat. Një vepër e cila do ta ndjek gjatë gjithë kohës krijimtarinë e Ylliet Alishkës, e cila aktualisht 20-25 vjet më pas është e ndarë midis letërsisë dhe kinematografisë, përpjekjeve të tij, tentativave të tij të para si regjisor. Në këtë moment që flasim, 2 nga filmat e tij të shkurtër, Mbjellja e pemëve, një film i realizuar nga regjisori i ri Fabio Seferi dhe Profesionisti, i realizuar nga Altina Laço, janë duke provuar konkurimet e para në festivalet ndërkombëtare. Ne duam të dim se si ndodh ky proces, sa ja kanë arritur regjisor, për fat keq 2 prej tyre nuk jetojnë më, Artan Minarolli, Gjert Gjuvani, ta përkthejnë këtë letërsi jo tipike të prozës së shkurtër të Ylliet Alishkës, ta përkthejnë pra këtë lëndë në imazh. Dhe tani që ai ka hyrë vetë kësaj pune, mund të tregoj pak më shumë për këtë sekret. Ylliet, faleminderit që je sot këtu. Faleminderit për ftesën. Unë nisa nga një aktualitet për të kthyer mbrapa në një rrugtim të gjatë, 25 vjeçar. Siç e thash. Mbledhur mirë ato etapat e jetës time. Po. Dua ta nis nga një informacion që është klishe e vënë të gjithë krijuesit, si ata që merren me kinema, si ata që merren me letërsi, çdo ngjashmëri me persona dhe ngjarje konkrete është krejt i rastit. Ndërkohë që kjo është një lëndë e bazuar në përvojën tënde personale, në njerëz që ti ke njohur, eksperienca që ti veti ke pasur, po drejtohem me ti tani, për hir të një rrjedhshmërie në bisedë. Megjithatë, kjo fjalinë na shërben për të thënë që
Pse realisht ka nevojë ta thot autori një gjë të tillë? Që bëni kujdes, përkimet me realitetin në këtë vepër fiksionale janë krejt të rastit. Shiko, për saktësi unë e kam thënë vetëm një herë këto në një roman, Rrëfenjë me ndërkombëtar. Një plan më të gjerë, ato që thoni ju përse, për shmangur të lashet, se ka personazhe, nëse ti bën personazhe reale, bën personazhe libri, asnjëherë nuk përputhet imazhi që ka personazhi real për veten me ato që i shikon ti ose ato që të ka tërhequr ty dhe krijojnë përplasje, telashe, vërtet telashe. Rrëfejme ndërkombëtar nuk është fjala për e kam thënë edhe herë tjera, kam pasur telashe për pavarësisht se e shkruajta ato në faqen e parë që çdo personazh e tjerë, madje u përpoqja të shmangem në roman duke mos vënë as Shqipërinë, as një institucionin, emrin e institucionit, dhe përsëri pata telash. Me fjalën, dhe kjo është arsyeja kjo është në rastin tim individual me këtë roman, po kjo është arsye që në përgjithësi njerëzit ose autorët, shkrimtarët i shmangen kësaj duke thënë që është e rasti. Për shembull, kam një roman, Valsi i lumturisë, me mbështetur vërtet mbi historinë e familjes Popa. Edhe pata një dilemë atëherë ta lë emrin Popa, me që ishin familje personazhe historike që bën histori në fund të viteve 80. Dhe madje pata një këshill nga njëri i rëndësishëm, ta ndroj emrin se do kesh probleme deri edhe në gjyq, mund shkosh në madje me një nga romanet që është vetë në gjyq me ato Rrëfenjën, që nuk u bë gjyqi, po që tamam për shmangur të lashet, po që është e vërtet që unë në librat ato që shkruaj, i kam kryesisht ose për të thënë plotësisht mbi përvojën time personale, mbi atë parimi që të shkruaj atë gjë që e njoh mirë. Që e njoh mirë dhe nuk dallojmë për një fantazi, ose edhe e kam si zgjedhjet time që nuk do të shkruaj gjëra që i fantazoj kot nga koka ime, po që më kanë lënë përshtypje, ndjesi, emocione gjatë jetës time. Për tregimin mbjellja e pemëve e ke specifikuar në fund tregimi që është një ngjarje bazuar në Shiko, aq e pabesueshme më duk si deri ku mund të jetë mungesa e skrupulozitetit ose e ndjeshmërisë tek njeriu, sa u detyrova thash më mirë po e shkruaj dhe vërtet që ngjarje reale që u mbështet edhe di dhe personazhet që kanë qenë në këtë tregim, aq tronditës si ngjarje që rrallë mund të qëlloj, për shembull, të ta japin, themi, të gatshme, vetë ngjarje s'ke nevojë, realiteti ka përzier fiksionin ose letërsinë. Vetëm kur e dëgjova më tregonte një gardian burgu me spontanitetin më të madh, me përditshmërinë e tij, të jetë rutinën e jetës së tij, se sa tregoi një ngjarje të thjeshtë fare se si lan një nën që i vdiqi biri dhe s'dinin ku e kishin varrosur, se zakonisht dhe ka shumë madje ky është problem social edhe i sotëm që shumë familje të përsekutuara që kanë pasur njerëz të tyre të vdekur nëpër burgje dhe nuk i gjejnë eshët, nuk i gjejnë vendet e varrimit. Dhe ndërkohë ato metafora ose befasia një në rutinën e gardianit, tha ne lama të gruan të kërkonte nënën, të kërkonte varrin e të birit, të hapte gropa sepse na kishin kritikuar që s'kishin mbjell pemë. Edhe me atë rast i hapi gropat falas, themi qyle, që thoshte ai me këtë shprehje, dhe ne gardianët vetëm bollon pemën, na kurseu kohë, na kurseu energji, na ashtu një metaforë ose një ngjarje me fjalë tepër tronditse dhe thash më mirë po e vë që është mbështetur mbi gjëra reale për të mos e vënë dyshim që aq më tronditi me fjalë. Figura e nënës është realizuar nga Luiza Giovanni dhe është realizuar vërtet shumë mirë, vërtet mirë. Me Luizën unë 2 filma kam bërë, po të Parullat dhe Gjelle e Pemëve u ritakuam, si thua. E kam përshtypjen që do vazhdojmë sepse kam një 2 plane afatgjata që mendoj që do vazhdojmë me Luizën. Si është e mundur dhe çfarë vështirësish ka që ajo letërsia jote e cila është përcaktuar nga kritika si letërsi shumë e rezervuar për të shprehur emocionin, me personazhe që nuk janë shumë bujar për të ekspozuar të brendshmet e tyre, pa efekte të jashtme, nuk i kushton aq shumë rëndësi mjedisit, peizazhit, se sa mjedisit shoqëror, pra atë që njerëzit ju bëjnë të tjerëve,
dhe ato që individi përballë të tjerëve i bën vetes. Kjo më duket e vështirë për t'u përkthyer prej letërsisë tënde, ky dimension. Me qartë. Po kapim atë pikën e parë, pozicionin e shkrimtarit edhe të kineastit ose skenaristit. Gjithmonë jam përpjekur, nuk e di sa është arritur që mos mbaj pozicion. Mos duket hapur këndvështrimi im mbi një ngjarje ose dhe e kam lënë sa më shumë neutrale në pamje të para, se në fund për zgjedhje që bëjun e dialogut ose e përmbajtjes është këndvështrimi im. Po sa më i fshehur ose sa më në pamje të jetë neutral për mos ndërhyrë sa më asnjënjës, këtë kam preferuar të paktën në letërsi. Kjo natyrisht në pamje të parë ka një handicap me kineman, sepse kinemaja është imazh. Imazh dhe dialog, po pjesën e imazhit ja lë regjisorit. Pra ai le ta zbërthejë dhe është detyra e tij. Ai është i pari dhe i fundit në çdo film është regjisori. Ai do gjejë muzikën si do i përshtatet atij dialogu ose portretit atij aktori. Ai do gjejë aktorin, do bëj castingun, location, gjithë edhe ambientin. Ai do e gjejë. Pjesa ime në kuptimin është më komode, unë dua t'jap idetë nëpërmjet dialogut. Ka prevalon dialogu në tregime ose në roman, gjë që ndihmon në një farë mënyrë skenarin, por është ajo që pastaj i le dorë të lirë regjisorit që ai të zbërthejë botën e karakterin ose personalitetin e njeriu. Gjithsesi, se çfarë një njeri ne e njohim çfarë thotë. Nga ajo që thotë. Edhe nga gjëja e trupit e njohim, po nga ajo çfarë thotë e kuptojmë se kush është ai. Dhe regjizori them se nuk e ka të vështirë pasaj që nga ajo përmbajtje se si shprehet, çfarë thotë që të. Dakor. Po ta ilustrojmë me parullat një moment të tillë. Me këtë që thua, më vjen ndërmend me njëherë personazhi Sabafi, që është sekretari i partisë në atë fshatin e humbur, një kolektiv i vogël mësuesish, i cili është i kapur në këtë kurth që ka ngritur sistemi. Birçe Hasko në rolin e Sabafit kalon përmes oborrit, i bie përmes atij ekipit vogël të mësuesve, kërkon një cigare dhe ne shikojmë që ai menjëherë shfaq një lloj arrogance, një lloj pozite mbi të tjerët. Për një vërtet aty është gjetja e regjisorit për të një karakter mbi të tjerët dhe po nëse do ta fillojmë këtë pikë. Shiko, kënaqësia ose ajo shoqëri, për të radiografinë asaj shoqërie që kush dominon dhe kush nështrohet. Pra, e përkthyer edhe në termë ekonomik, se në fund kush janë dy motorët e personalitetit e individit dhe sjelljes të njeriut, janë motivet ekonomike për të përfituar sa më shumë në jetë, ekonomikisht për të jetuar më mirë, dhe së dyti protagonizmi, dhe për mua kjo është më e rëndësishme, protagonizmi i cili përkthehet në vështrim, në sjellje, në dominancë, edhe në jetën e përditshme, po sidomos në kohën e komunizmit, ku mendimi im është që versioni shqiptar i komunizmit, nëse dalloi nga ajo që kishte frikë nga barazia, që është paradoksi më i madh, që barazia është tipari qenësor i komunizmit, dhe kjo pabarazi si shprehej në sjelljet e individit, që nga vështrimi, që nga lëvizjet, që nga toni i zërit, dhe kush ishte i mbi dhe kush ishte nën, kush ishte protagonist i privilegjuar, dhe kush ishte i nështruar. Dhe sjellja e Birçës që merita gjegje, tamam i ka dhënë tiparet e një sjellje të sigurt, autoritare, të vendosur, i qetë, me veten i qartë, nuk i dridhet çerpiku kur flasen, dhe nështrimi i të folurit i personazhit kryesor që në rastin konkret kam qenë unë, i ndrojtur vigjilent për mos shihje në shenjë rreziku, kërcënimi nga i pambrojtur në një farë mënyrë. Nëpërmjet personazheve konkret mund të zbulohet më mirë edhe, si thua, mënyra se si ke punuar ti me skenarin, ka qenë skenari yt i parë, ky i parullave në 2001-shin, nuk e di nëse vërtet ka qenë fat, po duke pasur parasysh suksesin që filmi arriti, duke shkuar në këndzende realizator në festivalin e Cannes, fitoi çmimin e rinis në festivalin e Tokios, po në 2001-shin. Golden Prize. Golden Prize. Doja të thosha, keni punuar me dialogët, me Yves Hanchar dhe me Gjergj Uvanin, po ashtu. Shiko, në këtë rast
them pa modesti, skenari, pjesa e skenarit dhe dialogi është bebja ime, themi. Yvon Char është një emër fiksion që e futi producenti francez për arsye që të merrte fonde, është fiktiv. U fut fiktiv. Roli i tij është fiktiv. Roli i tij dhe pohona është gjallë. Sepse unë pata një reagim, se shpesher pati keq kuptim. Në këtë rast më hapet një temë që është deri delikate për mua. Po të hapet shpesher në internet, në film është skenariu Iulia Daliçka, adaptimi dialog Iulia Daliçka, regjia Gjergj Juvani. Në adaptimin e dialog, Gjergju u shtua, gjithmonë regjizori ka të drejtë, dhe ne shkonim në pjesë më të madhe me Gjerin, pas e kemi pasur në një keq kuptim, po në pjesë më të madhe kam shkruar mirë. Me fjalën jam i kënaqur me atë film. Dua të kujtoj, Ylliet, që para se të realizonit Slogans, Gjergj Juvani vinte nga 2 filma, pothuajse pa dialog. Kemi Funeral Business dhe E diela e fundit. E di, po shikoj edhe rrethanët. Kur them që është bebja ime ky skenar, filmi nuk nisi nga kontakti me regjizorin. Filmi nisi nga u botua Parrulla me gur në Francë, libri, në 98-99, nuk e mbaj mend, dhe nga u lexua nga producenti francez dhe nuk pati nismën nga producent shqiptar filmi, sa për dini. E lexoi një producent shumë i fuqishëm francez, Pascal Jurdelevich sidomos e shoqja, ata tashmë janë ndarë dhe anë Dominique Toussaint, që është bërë nga producentët më të mëdhenj të Francës. E lexuan librin, ata më thritën, më thanë mund ta shkruaj skenar, unë s'kisha për ndonjë skenar, i thash nuk e di se kam provuar. Erdha në Shqipëri dhe pyeta, po përmend këtu Teodor Laçën, që e kisha ministër, i thash kështu më ka rënë dorë një ofertë, se që jo është se vërtet jo është se... Ti ke thënë që skenarët e Teodor Laçës kanë qenë skenarët e parë që ti ke lexuar? Që lexova sepse i thash Teodorit që e kisha ministër, po ai që vërtet kështu bonom, bablok kështu. I thash Teodorit atëherë më dha 3-4 skenare si model. Nuk është shumë e vështirë, nga momenti boll të kesh edhe një kulturë, themi, kinematografike, ose të kesh parë filma, se kjo ka qenë përvoja ime. Dhe lexova ato dhe pastaj e shkruajta dhe nga ai moment filloi procesi i zgjedhjes së regjizorit. Dhe kështu nisë dhe ai shtoi pastaj Yvon Charin vetëm për atë belgun, sa është belg, që të merrte fonde në ministrinë në qendrën e filmit francez. Dhe kur shpeshherë ka keq kuptime, se këtu ka qenë dhe keq kuptime ime dhe me Gjergjin edhe me producentin shqiptar, shkruhet skenari Gjergj Juvani, Yvon Char, Iulia Daliçka i fundit fare. S'është e vërtetë. Në film thuhet se paktën juridikisht aty e respektojnë, po edhe mora Ivin atër i thash këto, belgun i thash, Iv, pse vjet emri jot? Asun se di pse kam vënë, ai mua më thot edhe se harroj kurrë të shpreh thot, për mua që ngjarje marciale, si nga marshi, dhe unë s'guxoja të vinja dorë se ja që paradoksale që si ngjarje. Kërkesa ishte për Slogans, për Parrullat, por filmi, skenari i filmit do të shkrijë në një disa tregime. Çfarë të mësoi kjo përvojë e parë me skenarin? Kinemaja jon, kinemaja në epokën e realizmit socialist, pjesën dërmuese të skenarëve ka pasur bazuar në vepra letrare. Natyrisht ka përjashtime edhe në rastin e Anagnosit. Edhe një por pas 90-ta e përmbysi këtë raport. Në rastin tënd ne kemi pikërisht këtë, si të thuash, frymë tradicionale në kinema që imazhi bazohet në tekstin e shkruar letrar. Pikërisht. Është janë raste të ralla, është dhe Besniku, librat e Besnikut bëhen skenare, Besnik Mustafaj. Kadareja janë bërë me qaj pak është marrë direkt me skenarin, po që librat e ti janë bërë filma. Në basë në 90-ës filloi ky fenomen i ri, në tendenca e re në kinema shqiptare që t'i bëj regjizori dhe është e njohur si praktikë që regjizori shkruan dhe skenarin, pra filmi autorit, shkruan skenarin dhe bën dhe regjin. Edhe prodhimin në disa raste, edhe prodhimin. Dhe prodhimi, dhe kjo është e kaluar, pastaj është e tepërt, sepse o do e kish mendjen ke një gjë ose sa arrin kur i bën të treja, ata që i kanë bërë të treja di përvojën që të gjithë kanë përfunduar me infarkt. Sepse ku do kesh mendjen ke vetë prodhimi ose xhirimet e filmit ka është një stërmundim aq i madh sa s'bëhet dhe regjisori duhet të jetë i fokusuar 100%. Ezauron procesin krijues. Shumë.
Kurse në rastin konkret, unë e përsëris edhe një herë, si duket theksi që vonë ke dialogu, kur shkruaj, jep dorë shkrimi, e lehtëson procesin e shkrimit skenarit. Dialogu? Sepse kam shumë dialog, unë në roman edhe në tregime, kryesisht nuk merrem me shërë që tha ty, nuk merrem me shumë përshkrime, ose përshkrimet thata, më duhet vetëm një element, po nuk jam autor i fort klasik të ditë përshkruaj për shumë në ngjyrën e kësaj tavoline, dhe çfarë roli do ketë kjo ngjyrë tavoline në mesazh që do jap. Dakor, më thuhet për shumë këtu unë shoh një koordinim të bukur kësaj gjelbrës. Nuk të intereson kjo? Deri ke gjelbër jakën me qërapi këtu, ose ngjyra e fustanit, ose të flokëve, ose deri këtu, po jo të hy thellë fare përse në detaje, më intereson me fjalë edhe mund ta bëj, si jam sforcuar ndonjëherë, po them çfarë i duhet një lexuesi duke lexuar në një roman, se çfarë ngjyre kishin perdet, pastaj ajo mbulesa tavolinës apo lloji i drurit karrikes, apo është më intereson që është ulur apo ngritur, apo si pra jam më ekonomik, më i kursyer në këtë pikë, dhe ndoshta kjo është pika e dobët timja. Për tu përkthyer në skenar, po thua? Jo, për tu përkthyer në skenar është më komodja. Sepse është skenari është dialog. Megjithatë, kritikat më të mira për tekstet e tua unë i kam parë nga vendet e ish Evropës lindore komuniste. Botohem jashtë, por nuk kam atë sukses ose atë jehon që ka pasur parullat. Dhe sidomos që keni vënë në evidencë, në Poloni janë shkruar mbi 40 shkrime. Jo, duhet të përmendja një nga gjërat që më ka bërë përshtypje, që stili i shkurtër i Aliçkës ndryshe mund të identifikohet, stili i shkurtër baraz me motra e talentit. Lakonik, i kursyer. Pikërisht kjo gjë më duket që bën edhe problemin Yllie të përkthimit të tekstit tënd në imazh. Sepse në qoftë se fuqia tekstit të në letrar është të dialogu, të kjo rëfimi thukët i personazheve, i karaktereve. Këtë kompozim nuk mund të shndrosh ka shkollaj në një kompozim imazhesh, në një varg imazhesh që është në të vërtet thelbi i kinemas. Shikom, nëse ti kap thelbin e një personazh nga dialogu, them, nuk është fusha ime, është e regjisorit. E ke më të lehtë se qa konturi, qa konteksti, qa ngjyre, qa muzike ti vësh ati personazhi, edhe pa folur. Sidomos heshtja, unë kam me pëlqejnë në kinema heshtjen, ose të folurit në heshtjet personazhit, nëpërmjet imazhit, nëpërmjet ngjyrës, nëpërmjet muzikës, nëpërmjet qëndrimit personazhit. Është, them se mjafton, ti thua është e vështirë, unë them se po ta kapësh karakterin e personazhit, edhe me ato neutralitetin në duke që është falso, dhe jo. Që e ka personazhi Andreas, për shumë, Artur Gorishtit. Që unë nuk e gjykoj qa mendon ai. Si jam futur asnjë se qa mendon. Vetëm nga sjellja timide, frika, solidarit, ngrohtësia njerëzore, nga disa sjellje edhe nga dialogu, unë nuk hy se qa mendon ai. Shiko, kinemaja nuk ka nevojë shumë të thuash, ti nuk shet në kinema se qa mendon në aktori, personazhi. Ti shikon si sillet, çfarë thot, në çfarë imazhi mbrapa, në çfarë konteksti, në çfarë ashtu. Ti asnjëherë nuk të del se çfarë po mendon. E merr me mend vet kur je i trishtuar ose i lumtur ose qysh e tek, po nuk mendoj që është pengesë, madje mua më thonë që tregimet e tua dhe romanet e tua janë të lehta për të bërë film. Të lehta? Shumë thonë. U spëgënjej. Nuk do ndaja këtë mendim. Ndjeva, do shkojmë hapas hapi, deri aty që pse nuk janë të lehta për të bërë film. Tek parullat, punon me Ndrenikën, me Qiriaqin, me Birsha Haskon, sa për të përmendur 3 nga emrat e rëndësishëm, të cilët do t'i shikojmë edhe në filma tjerë, si Kronik Provinciale, i realizuar në 2009 nga Artan Minarolli, dhe përpjekja jote e parë për të futur duart, për të futur këmbët në regji, si thuash. Edhe duart edhe këmbët i futur. Me Ndrenikën ti e zgjedh të lulet plastike në 2016, edhe ky një film i shkurtër, 30 minuta, i realizuar mbi një nga tregimet e tua. Tua nga një përcaktim të shkurtër për Ndrenikën, Qiriaqin, Birsha Haskon.
meritën e kishe Giovanni, sepse ke parullat me gur, a i zjita, a i njëtë më mirë, unë si isha shumë familjar. Po çfarë janë në gjendje aktor të tillë të ofrojnë nga ajo kur nacëri, e jo t'ja për botën e brendshme? Po, për shembull, ke parullat, unë mendoj që nga momentet më të bukurat filmit, që thash është merita e regjisorit, por edhe e aktorit, momenti i mbledhjes ku Berti kërkon bën autokritik se Parullati është jashtë me Vietnam, paradoks një absurd, që i vërtet, në fakt, në realitet, unë e kam ndjetuar atë gjë dhe një nga absurdet më fantastik që mund të hasë njëri unë jetë. Kishe 15 vjetë që kishe mbaruar lufta në Vietnam, edhe e vazhdon të ta mbante mirë, dhe aty pash një mishërimi se si mund të tërë atë që kam dashur të them, atë ironinë, absurdin, paradoksin, se si Berti me atë letën duke u dritë duar, pinte duhan vend pa vend, pasaj që qeshur e madhe kur me Vietnami do fitose mbau fort Vietnami. Mbau Vietnam është parulare. Dhe sa për gjatë shfaqjes në Cannes, kur ishim me gjeri në festivalin e Cannes, në mes të shfaqjes, u ngrit salla në këmbë duke qeshur, duke ashtu. Dhe kur e shek të realizuar kaq mirë, pra nuk më takon mua të bëj portretin e një aktori të madh si Berdanika, sepse e kanë vlerësuar profesionistët shumë të tepër. Pastaj na ka lidhur me Bertin farmacie dhe Berti i ka lexuar librat e mi, që do shpesh që aktorët të lexojnë. Madje ke lulet plastike, ka qenë një bisedë spontane mes të dyve, kur më thamë shumë tregimi mirë, gjyshetek, dhe atëherë lindi ideja hajde ta bëjmë dhe unë bëra kur thua ti aventuron ndonjëherë ke lulet plastike, aventurova si regji, nga që edhe ajo që histori e ndjerë e jetuar e ime dhe isha brenda dhe plus me aktor të mirë. Zana Prifti gjithashtu është një aktore. Në film është mrekulli. Shumë e mirë dhe e pashfrytzuar. E pashfrytzuar për një talent që po zbulohet moshën 60 vjeçare. Po për arsye të saj politike, të sfondit saj politike dhe është aktore vërtet shumë e mirë. Dhe të dy bën një desha të them këtë që kur ke aktor të mirë, skenarin e kisha vetë, e njëja vetë, nuk pata shumë droje të aventuroja si regji. Qiriaqi, në rolin e drejtorit e Slogans, është njeriu i cili e ka kuptuar se si funksionon ky sistem dhe kompromisi është mënyra për t'i mbjetuar. Që roli vështirë i Gimit në ke parullat, tamam e dualizmi, s'kam dashur ta denigroj në skenar ose edhe qoftë dhe në tregim. Si përshtatet njeriu në komunizëm për përfituar maksimalisht. Madje Zanafilla pse është shkruar parullat, Elsa, kjo ka qenë që më kujtohet që se drejtori shkollës, shkolla e vogël fshati, nuk ke burri keq, po e përkthente gjatësinë e parullës, kur ndanin parullës, ndashin parullë, po që i moment shumë delikat, se po t'je brin parullë gjatë, duhet të rinjë të kalojnë natë, ditë atje ke parullat, le që ta mirë mbaje, gjyshetek. Dhe vurare që drejtori, kur erdhi një mësuese e bukur në shkollë, drejtori për njerë i dha... Parullë më gjatë? Jo, më të shkurtër, fillimisht. Dekord. E morën vesh dhe ne përkthejmë kokën tonë që... Simpatia, po i gjuan. Dhe kur mbas 3 muajsh, 4-5 muajsh, tha drejtori kemi një mbledhje, do ndrojmë parullat. Që s'para ndodhe zakonisht njërë në vit, sepse si pas situatave politike dhe i ndroj parullat dhe ja hoqe i lavdim më lës, i marksizm-leninizmin. Për 4 shkronja kisha, hoqe dhurat fare, dhe i dha, ti do marrë sa me që punon mirë, tha, dhe ke cilësi në parullë, në malë, legje ishe në malë, do t'ja parullën të mendojmë, të punojmë, të jetojmë si revolucionarë. Te kishe thënë e Veroqa në kokën e 7. Dhe gjithë në kokën tonë e kuptuam që si kishe hecur në flërti me mësuesen. Dhe kjo më goditi atëherë se si mund të përkthehej jeta indoktrinimi politik në interesat e përditshme të individit. Ai që individ që drejtori shkollës, kishte që fiton të lek, bën të dashuri me mësuese të bukur, nuk që as i indoktrinuar, përshtatet si mbas situatës, pra se si mund të përshtatet njeriu në nevojat e tij të bëhet pragmatik i mirëfillt, dhe që rol delikat dhe shumë i bukur i Gim Qiriaqit. Do doja ta shtjelloje pak më mirë këtë dy fytyrësinë e njeriut në epokën e socializmit. Ishte një mendje skizoidale, një mendje e cila ndryshe duhet sillej, ndërkohë që ishte një qenie e plot, komplekse, me emocione, me ndjesi, me instinkte.
Shiko, s'mund të përgjithsosh. Janë disa, kjo është tema nga më interesantë dhe unë me këtë roman e fundit, me këtë, kjo më ka interesuar shumë dhe quaj romanin tim më të vështirë dhe më të mirë. Metamorfoza e një kryeqyteti. Pra, çfarë raporti kishte njeriu? Sërish një personazh që vjen nga tregimet e tua. Personazhi Benjaminit, një poet. Është vërtet. Çfarë raporti ka njeriu me sjelljet e tij, ose njoja reale dhe mbi gjitha vetë gënjimi. Se si ti e fsheh vetes arsyeën e vërtet pse bën një krim, një likësi, një spionllëk, një denoncim, ti ja fsheh vetes arsyeën e vërtet që ti e bën ato se do të fitosh diçka. Për shembull, duhet të bëjmë drejtor shkolle ose duhet të bëjmë sekretar partie, atëherë ai të vinte në kush që bëj këtë likësi, këtë intrigë, këtë goditje, këtë pabesi, po ti si apo vetes së gjë. Ti thua po e bëj për të mirën e shoqërisë, për atë dheun, sepse në fund dhe kjo që dhe korrasa që hierarkia politike, qoftë sigurimi i shtetit, qoftë organizatat e partisë, mbulonin me një moral të mirë. Asgjë e keqe në kohën e komunizmit nuk është bërë pa u veshur me formulën e moralit mirë. Dhe diku kjo bëhej, se këtu është dallimi midis ato që desha të them dy lloj individësh. Diku kjo bëhej sepse ishte me trurt shplar dhe ishte i bindur. Ajo që quhet stres e komunistëve të pastër që e bënin për ideal. Diku ti e bën ja pohonje vetes do e bëj për interes sepse duhet të nxjerr shkollën të drejtën e studimit të fëmijëve, duhet të marr një shtëpi, duhet të marr autorizim për frigorifer, për televizor dhe unë po bëj një spionlik dhe ose po bëj një pabesi, një tradhtim ndaj mikut tim e qyshetek për të bërë karrierë ose për të përfituar diçka. Kjo prapë që gjysma e skeqes për mua. Se ti ishe i ndërgjegjshëm që po e bëj këtë gjë për këtë gjë, po tregojmë lik për të përfituar diçka. Rreziku e dikush ka ardhur nga ajo stres e njerëzve, individëve që bën të themi një pabesi, një likësi, një intrig dhe ti e gënjen veten. Dhe gjithmonë je në rregull me veten tënde, je me moralin e mirë, po vetë gënjimi dhe stresa më e madhe, pra diktaturat mbijetojnë jo nga dy streset e para, mbijetojnë nga vetë njerëzit entuziazmi. Pse që entuziazmi madh? Entuziazmi sepse secili afshit e vetes arsyet ekonomike, përfitimin ekonomik, përfitimin protagonist, narcisizmin, vetëm thonin po e bëj për të mirën e shoqërisë dhe formoi grupi. Po grupi pastaj e kishte kollaj për të goditur atë që s'deshe. Dhe po të vu grupi komunitetit të. Është analizë interesante që mua më intregon shumë kjo gjë. Atëherë, pasoja mbi këpin. Mbi të drejtat njerëzit, mbi individin apo mbi grupin, mbi kolektivin? Grupi fitonte. Jo, grupi fitonte, madje ndjesia, fenomeni nostalgjisë sotme nuk është për nostalgji për shumë arsye të komunizmit që shkolla, arsimi që e mbulojnë me slogane. Rregulli, disiplina, higjiena. Që për i vërtetës ka dhe aty të vërteta, se në fund masivizimi i arsimit arriti ishte. Emancipimi gruas, le ta pranojmë këtë. Jo, nostalgjia, se kjo është ajo që mua më intereson shumë edhe sidomos letërsim. Nostalgjia është për ndjesinë e të qenit sipërteje, ndjesinë për të marrë vendime për jetën tënde, kënaqësinë sadiste që unë të jam sipërteje dhe unë komandoj. Kënaqësia e dhënies firmës për të internuar. Nuk krahasohet asgjë me kënaqësinë që kishte një kryetar fronti kur firmoste që do internohej një familje. Kjo gjë i mungon. Po këtë nostalgji nuk e kanë vetëm ata që kanë pasur diçka në dorë për të tjerët, po edhe ata që kanë qenë në pozitën që të tjerët mund të vendosin për ta. Pra, është edhe e kundërta. Nostalgjia është nga të dy krahat. Jo. Nostalgjia, jo, unë kam edhe qoftë në nivele më të ulta, po shiko, qoftë edhe në një brigadë fshati. Qoftë se ti ishe me biografi të mirë dhe ti ndjeshe i sigurt që nuk rrezikoshe dhe ti mblidheshe në front ose në organizatë partie për të vendosur për fatin e tjetrit. Që vetëm kjo është kënaqësia, pavarësisht në këtë nivel, ti mund të ishe i varfër, pra s'kishe shumë rëndësi niveli ekonomik, po ti jepte një kënaqësi shumë të madhe që unë në fshat vendos për jetën tënde. Them se është ndjesia e protagonizmit, e narcisizmit, e kënaqësisë të unë vendos me ty jam më i rëndësishëm. Pra, unë dal ke parada e shpifur e një majt, ti s'del. Kjo s'ka të krahasuar me asnjë kënaqësi tjetër. Njeriu mësohet me gjithçka, mjafton që të arrijë një shkallë të caktuar për ulësie.
Kam vënë re se sa më shumë ta përbuzet, ta nërshtroj qenin tim, aq më shumë më respekton ai. Ke të drejtë. Një pjesë e mirë e shtypit, mos them i tëri, e manipulon në realitetin. Që thonë bashkëpunëtorët e tu? E vërtet. Por ne edhe na shkon për 7 kjo lloj media. Kali në C6. Oficeri në B5. Futon ministri që më përgjën. Më duket si ligajtur dorë nga kurvat dhe alkooli. Është gjallëruar në zbulime grupesh të reja armiqësore. Rokad. Ti e psikologjin e edukimit në Universitetin Mezetar të Shqipërisë. Kur bëra këto shkallot e gradave dhe titujve... Pra, për kufizim, kjo përmbledhje teorike që po jep tani fenomeni që e ke kërkuar në tregimet e tua. Në letërsi, këtë ose jam përpjekur ta shilloj në letërsi dhe thash edhe njerë që romanin tim më të fundit këtë ja prioritet këtij fenomeni, ku është paraja sot, dhe kush janë të lumtur sot, dhe kush ka nostalgji dhe kush nuk ka nostalgji. Dhe mbi çfarë arsyes të fshehta ose të hapura. Ti ke thënë Ylliet që komunizmi monopolizoi botën emocionale të njeriut. Dhe e kursen këtë, e përsëris disa herë, e kursen këtë ta japësh pra këtë botë emocionale, ndërkohë që dominon në prozën tënde dialogu, pjesa racionale, befasia, paka shumë diçka e cila është respektuar edhe kur teksti është përkthyer në skenar. Shiko, nuk jam gjithmonë i dërgjeshëm, se kur bëj një gjë, di këtë gjë që gradualisht sistemi totalitarist, po jo vetëm Shqipëri, po edhe nazizmi ose ashtu, fillimisht kontrollojnë sjelljet, evoluojnë pastaj mendimin, kontrollojnë mendimin, dhe pastaj kontrollojnë deri emocionet. Dhe kjo është evolucioni më i rrezikshëm që ai të pushton gradualisht që gati edhe mendimin ta kushtozon dhe pastaj edhe ndjesit, se emocioni është pastaj çfarë ndjen, njeriu është çfarë ndjen, si e përjeton. Këtë pastaj se si përkthehet në kinema bëhet pavetëdijshëm, nuk e di, me fjalë, duhet të nxjerr një ide, po si jam gjithmonë i qartë se ta nxjerr në këtë formë ose... Për ta mbyllur me grupin e aktorëve, tek slogans kemi dhe Birçe Haskon. Birçe Hasko shpesh është... Pse ju vore Birçe s'ka shumë? Po sepse dua nëpërmjet personazheve konkret ne të arrim të kuptojmë se jo të gjithë filmat do t'i marrim në analizë. E qartë. Nuk na premton koha. Nëpërmjet shembujve të veçantë. Jo, përmendëm Drenikën, Qiriaqin dhe Birçe Haskon. Birçe shpesh është të vlerësuar për lojën e tij konkrete, edhe ai vdes ta thot këtë gjë, domethënë për veten e vet, që konkretësia ka rëndësi për mua. Birçe është për ta thënë me një fjalë. Birçen e kemi edhe tek Kronik Provinciale, pra është një grup aktorësh që lëviz edhe në ato i zgjedhon në rast e Kronikës Provinciale. Shiko, Birçe është së pari një aktor jashtëzakonisht i mirë, i pjekur, është profesionist, ai tamam një plastikën e aktorit, qofse flas me terminologji, është produkti i shkollës së fortë ruse, të aktorit, të roleve, të karaktereve, nuk është shumë improvizues në kuptimin, po është aktor i fuqishëm, po e merr një rol, i hyn në rol në lëkurën e tij dhe kjo është me Birçen, pra në tillë aktor nderohesh ti, edhe sikur mos je regjisor, po ta marrësh bësh një film, merr Birçen, merr Bertelinikën, po Birçe është aktori klasik i formimit të plota me gjithë tiparet e aktorëve, të mjeshtrisë aktorit, të plastika, lëvizje dhe të dy filmat që unë kam pasur rast me Birçen, vërtet shumë i kënaqur. Plus kam pasur rast pasaj ta njoh se nganjëherë krijohet imazhi nga larg profesori i rreptet që është tek në Cannes ishim bashkë me Birçen, kemi kaluar aty shihen që ishte aq burr serioz, shumë prindi serioz, aq me humor, burr me shumë humor, me respekt. Ti ke pasur një frikë kur ke bashkëpunuar me këta aktor, duke pasur parasysh backgroundin e tyre, kineman që kanë luajtur, personazhe që kanë mishruar. Është pyetje me vend. Në fillim kam pasur gjithmonë merakull sa ti fus në atë që dua të them unë. Për shembull, në bisedat që kam bërë me Berti, me Lule Plastike, me Drenikën, se që dhe rol delikat, po ta marrësh, ose ke kjo mbjellja e pemëve,
me aktorin, sa ti futë qarë ke dashur thua shti. Këte e kam pasur të merak fillimisht, pavarësisht kush aktor është. Po vetëm se nga që janë mjeshtra, janë aktor të konsoliduar. Jepi thelbin Bernard Ligën, mos e ndiq më pasaj se ta bën vetë. Luizus, madje do bësh gabim ti ndërhysh, flasën pozitën time. Unë nuk jam Anagnosi, nuk jam Viktor Gjiga, po vetëm shpjegoj psikologjinë e ku do të dalësh, ose çfarë mesazhi do t'i japësh. Merak e kam pasur për shkak. Me Bertin, për shkak një bisedë atë 10 minuta s'kam bërë. Madje skenën finale të filmit, nëse ke parë Lule Plasike, i thash Bert, këtë e kam merak. Është një plan nga lart, ajo vetë mia me ato zanën që ashtu. I thash Bert, e kam merak të skenë. Ai arriti të qante realisht. Nga që i hyri tamam thelbit të rolit. Kur po flisim për lidhjet e tua më të hershme me kineman, që janë me neorealizmin italian, edhe për efekt ndikimit të kulturave, pra kultura italiane në botën fqinje, në atë shqiptare. Ti the që pretendimi yt ka qenë edhe në kineman tënde për një realizëm të thjesht, një kërkesë e cila buron pikërisht nga këto kontakte të tua të para me neorealizmin italian. Kështu është. Kur thua fillime të këtyre... Unë s'kam menduar ndonjëherë që do bënja kinema ose skenar filmesh. Vetëm se qoftë për shihen time, nuk e dija për spontanisht, u përpiva, u thitha, u formova me këndvështrimin të neorealizmit italian. Edhe nga njëra anë, ose të themi 90%, pastaj pata dhe një shije të këtyre nordikëve, Bergmanit, sa regjizorëve të veriut të Europës, ma të fëtot Tarkovski, qoftë edhe për modë, ndofta i ndishim se kishim dëgjuar që snobizmi është një Parajanov, Georgian, Parajanov, Tarkovski, ky Bergmanin e ndishja me kënaqësi. Edhe Fellini në aspektin jo neorealist, po Fellini i këtyre pjesëve të me la Dolce Vita, me Dolce Vita, sidomos Tete gjysmë më ka markuar, më ka lënë shenjë. Por unë isha i dashuruar mbas neorealizëm të brezit të Mario Monicellit, Ermanno Olmit, Ettore Scolos, Luigi Comencinit, një brez që unë e kam ndjekur shumë, Fratelli Tavianit. Pra që vinim pas Desitës edhe Rosellinit, po thua. Mbas Rossellini, që në farë mënyre e nisi Rossellini si dukuri, baba i kësaj, po u rafinua, unë mendoj që u rafinua shumë nga Ettore Scola, nga ai Luigi Comencini, që ose ke thot një film të gjithë në shtëpi me Sorden dhe Serge Regjanin. Se varet dhe nga rrethanat, mbaj mend që ka në Tiranë atëherë, se shfaqeshin çdo të thonë filmat e Tonës. Erdhi një film shumë i panjohur që në pamjet pare dhe s'ka i Ermanno Olmit, Vendi vakant u quhet, ose Il Posto, film nga 62 i Bardezi. Një ironi, një monotoni në pamjet parë. Nuk e di, isha në gjimnaz, sepse më shënjojë, e thithat film, më bëri përshtypje që ishte historia e një djali nga fshati, duhet bënte karrierën në qytet dhe arriti të bëjë raxhoner me një punë kështu zyre të ashtu, i vetmuar, u mendoj që do fitonte gjë aty me atë rutinën e përditshme dhe ambicia e tij që të zinte tavolinën se ishin tavolinat gjithë me një zyrë të madhe, të zinte tavolinën e mesës dhe të parë, i dhanë tavolinën e fundit, nuk e varte njeri, aq sa arriti të misoj me një dy pleqë aty që shetek. Gjithë filmi kjo që e një atmosferë zymt, po ironike në kulm. Atë që po thua e kursyer, në pamjet parë thua ku do dali. Kapje në çdo detaj, aty ishte një mjeshtrinë e regjisë ose të mesazhit filmit, ky Il Posto quhet, dhe mora vesh pasaj kishte fituar Venecia, vend e parë Venecia, vend e parë në Berlinale, Il Posto e këtij Ermanno Olmit. Pastaj unë vonë me këta... Pra, kuptimi i këtij realizmi të ri që vinte nga kinemaja italiane, neorealizmit, me fjalë të tjera, ti si e përktheje? Ironi, një botë emocionale e kursyer? Më ngjiste shumë me Desikën, me vjetësin e bicikletave. Humori zi, ai s'kishte shumë humor, në fakt, një farë emocioni kishte, po që poshtërimi i babait ndaj fëmijës kur e kapën me bicikletë ai e mbronte gjyshe tek. Kurse pasaj u përsos me këta Mario Monicelli, për shumë, shokot e tjere. Filmat e Monicellit i kam dashur shumë. Dino Risi. Janë një brez që unë e vërtet e i njoh dhe i dashuroj dhe më them që jam kompetent i neorealizmit italian. Deri në përtarë sot ke Tornatore Sorrentino që i ndjek me pasion dhe
Edhe nga pasioni madje e kam njohur tonatorën, kam dojtur një ditë të tërë me të për biseduar për kënaqësi, sepse ai kishte parë parrullat në Kanë edhe u lidh një farmisie. Po kjo kinema më ndikon me fjalë edhe të them një kuriozitet, në Kanë na bënin shumë intervista me Giovannin, natyrisht më shumë Giovannin, dhe në një intervistë që më bëri një televizion rus, tha ju jetoni në Itali, tha, si thash, po pse? Po se parrulla, tha, më duk krejt sikur u bë nga një neorealizëm italian. Më bë qefi me fjalë të. Po shtërimi i babait në sytë e fëmijës, ose edhe ana sjellta, pra i fëmijës në sytë e babait, është ky motiv tek slogans me dy figurat familjes Tosku, pra një familje e përndjekur e persekutuar. Është në tregimin e parë po të vëllimit, parrullat me gur, sa rast të vegjël, sa rast të mdhenj. Këtë po e bëj roman tash. O, vërtet? Po e thelloj. Se më intrigon këtë tema. Pse? Janë tema që nuk rrien shpesh, nuk është më pamjet pa, nuk është shumë argëtuese. Po, këto nga ballafaqimi konkret, për shumë, këtë sa rrath vegjël, sa rrath, e që një histori reale, me fjalë me një kolegun tim të punës, mësuesi ka vdekur tash, prandaj them, i punës me dru. Më tronditi kur më tregoi historinë e jetës tij, më tregonte hallet e tij, se si e gjyshe tek. Më dhëmbi aq shumë sa edhe kënaqësinë kishte ke pinim me ca gota alumini në kone, ose verë me gota alumini. Mbasi mbarova atë roman, tash kam menduar që po shkruaj, po varësisht kohës këtë poezi, nga tregim po bëj roman. Si temë më dhëm edhe po e shkruaj më tepër mirë. Do të bëj gjë të errët, një roman të errët, jo shumë argëtues, jo. Si ta kuptojmë këtë lartësinë e përditshmërisë, Ylliet? Një nga gjërat që ti e eksploron edhe në skenarët, domethënë e bën në letërsi, e bën edhe në skenarët e tu. E përditshme, ajo që është monotone, ajo që është gati banale për fuqinë përsëritse që ka të vetes. Se them unë i pari, po që kështu duhet jetë, nëse do të njohësh mirë një realitet të caktuar, se po bëj një parantezë, kush është roli i një shkrimtari ose një kineasti? Të vërë në patë sa gjëra që ty të bëjnë përshtypje, për që nuk shihen, nuk pikasen nga të gjithë, edhe ti do që ta evidencosh atë këndvështrim. Pra, në fund qash, një egoizëm është edhe i shkrimtarit, do që unë dua të nxjerr në patë, identifikoj diçka që ti se ke vënë re, ose që për mua është tipike, simbolike për një situatë caktuar, për një fenomen caktuar. Po njëjta gjë, historia ose një realitet caktuar mund të njetë nga ngjarjet epike, revolucionet, 97-a, 91 etj. Ose komunizmin nga lufta nacionale shqiptare ose nga rënia e komunizmit, por për mua, ose preferenca ime, është parapëlqimi im, që njetë më mirë nga rutina, nga përditshmëria në sjelljen e përditshme, se si përshtatet individi në rutinën e përditshme, ti mund të, për mua është më simbolike për të njohur realitet se sa thash ngjarjet epike. Madje më kanë vënë në duke këtë që në Çeki një shkrim është mjeshtri i rutinës. Po. Më intereson rutina, me fjalë. Po, rutina prodhon dhe situata absurde dhe sipas teje mund të përballojë ose mund të tregojë ky absurditet vetëm nëpërmjet humorit. Shiko, është ajo që thash, nëse i kthehemi parrullën me gur, më bënte përshtypje që për një nxënës normal të atij fshati ku punonja unë, edhe në përgjithësi do ishte edhe për shumë fshatra që dita ndaj duhet vinje në shkollë, të mësonje, të bënje detyra, të hanje bukë, të nxirrje delet, të bënje parrullat me gur në male, të lashet, pra të futej bërja e parrullave, në fakt ka dhe një truk, një hile nga ana ime në kuptimin, po ta futësh bërjen e parrullave në rutinën, do ha bukë, do bëj parrullën, do nxjerr lopën për të kullotur, për ta përditësuar këtë gjë, për ta bërë gjë normale, dhe unë them se po të thuash këtë gjë, ke thënë shumë për të kuptuar se si funksionon ai sistem. Madje me humor më ngacmon me një takim në Itali, pasi pan filmin Parrullat edhe librin që e kam botuar në Itali, dhe më tha, më ngrit një gazetare, tha, në fakt bën komplimenta, kurse një gazetare më ngrit bëri goxha kritika, tha, çema ky film,
që na sollët edhe na mblodhën në sallën e universitetit. Na mblodhët të 2 orë për të parë një film kapitullues dhe heroik që një mësues fshati Frikacak për shtatet edhe për ca parrulla me gur. Dhe që ky vend që harxhonte gjithë energjitë që bëte parrulla nëpër male, edhe për humor në fakt ju përgjigja se aty u shkryua një situatë shumë paradoksale që përprit se kemi të ftuar, por na fyen autori, thash s'ka gjë. Thash jo zonjë, thash më tepër vjen keq për ju, thash që ç'është ky njeri i formuar me thash jo zonjë, vjen keq për ju italianët që shoh gjithë këto male dhe kodra pasi parrull, si mund të jetohet pasi Po pse mund të quhet një mbyllje disfatiste ajo e slogans? Se është pyetje me vend. Edhe këtë që tregova. Mësuesi i fshatit vendos, thot, mirë nxënës, ne do të vazhdojmë. Po. Ato që kemi bërë për ditë, ato do vazhdojmë bëjmë. Pikërisht këtë s'ma kam pëlqyer, po që unë kam ngulë ajo. Shiko, unë jam biolog. Norma, njeriu përshtatet me referencat e jetës që ke ti, që edhe unë. Për shumë, qofse Shqipëria ishte vendi mbyllur, për mua normale që të bënja parrulla, të punonja, të bënja propagandë, të vose të mësonja marksizëm, leninizëm e tjerë. E pazakonta është ai që s'bën, për shumë, sidomos në një realitet izoluar si Shqipëria, ti përshtateshe në referencat e tua, pra quaj spionulliku, denoncimi normal, quaj bërja parrulla normale, e tjerë. E pazakonta që një francez, një italian, pra norm, biologjikisht quhet norm ajo që bën ti ku jeton ti. Pra, ndash quaj kapitullim, ndash mos e quaj kapitullim, kjo është norma. Jashtë norme që ai francezi që s'bënte parrulla. Pikërisht kjo më duket që nuk është përkthyer si duhet në disa nga filmat që janë bazuar mbi librat e tu, tek Kronikë Provinciale dhe tek Rrëfenj me ndërkombëtar. Pra të përkthesh atë grotesk, satirën, sidomos. Duke i mbetur besnik fjalë për fjalë asaj që ti ke shkruar dhe duke mos e tejkaluar këtë, duke vetë regjizori të mos krijojë një mikrobot të vetën mbi atë që ti ke krijuar. Se përndryshe ku qëndron fuqia e kinemas, ku qëndron fuqia e imazhit. Shiko, shpeshherë më quajnë kinas ose shkrimtar humori ose jo. Nuk e fus veten ke shkrimtar të humorit. Do të fusja këtu edhe Mbjelljen e pemëve, filmin e fundit. Mbjellja e pemëve jam shmangur nga fare kur është ngjarja shumë tronditse, shumë e fortë, nuk guxoj as të guxoj të bëj një humor ose një ironi. Në përgjithësi dallohen për librat ose filmat që të bëj ironi, parrullat është ironik shumë, edhe Kronikë Provinciale. Unë s'dua që filmat e mi t'jenë quhen film humoristik, dhe shpeshherë regjisorët, këtu është keq kuptimi që thua si mund të përkthehet. Krijo regjinë e rafinuar që të qeshi vetë, ta ndjej të qeshi vetë spektatori ose ta nxjerrë konkluzioni vetë spektatori dhe jo duke e dhënë llokun ti sepse është e kërkuar. Filmi ngadallohet filmi estrad ose humoristik. Kur ti si regjisor ai e ndjen që ti po bën humor dhe e shkrin gazet me një batutë me fjalë të pista, me gjëra me gjë që s'para i preferoj. E lë spektatorin në një nivel pasiv. Jo vetëm pasiv, po edhe me shije vulgarizohet në shije për shkak. Po kam vënë për shkak qoftë edhe në këto filmat që më kanë realizuar mua, nga njëherë kur e te kalojnë që i vën fjalë të pista në gojën e personazhe për të krijuar humor, është e kërkuar, ti e indukton me zor. Mjeshtëria do thosha, kjo është këndvështrimi, krijoi situatën që ai ta ndjej vetë paradoksin, humorin dhe ta ndjej që po e zbulon ai. Që ti krijoi mjeshtëria e regjisë ç'është, mos i japësh të gatshme asgjë. Krijoi rrethanat, emocionin që ai ta ndjej emocionin që po e zbulon ai. Është didaktike psikologjike, se unë doktor shkencës jam didaktik. Në çdo gjë krijoj lërja në letërsi në kinema, jepi ato rrethana, ato elementa, ato përshkrim që mos i japësh të gatshëm, po ti krijosh aty mundësinë që ai të arrijë aty ku do ti. Jo të japësh të gatshëm ti one way, një drejtim. Është temë delikate kjo për ta shpjeguar, po që ti të vi reagimi nga ai apo të japësh të gatshëm ti. Në rastin e slogans, mua më duket që ka funksionuar ai skanimi i letërsisë tënde e përkthyer në kinema. Kurse në rastet e tjera më duket që ky problem çalon dhe është i dukshëm. Shikoj, nuk është hera parë që ti i kritikon filmat e mi. Ke kritikuar atë Kronikë Provinciale, nuk jam krejtësisht dakord me ty dhe tash po kapëm kana formale, për shumë, atë ai në Shqipëri nuk për fat producentët nuk u shfaq këtu, por në Francë mora një çmim skenarin më të mirë. Ka marrë skenarin më të mirë në festivalin e Parisit.
ka Parisi një festival film. Po flasim për skenarin, po flasim për filmin, tërsi. Mirë, pa i të jep çmimin e parë për skenarin, nëse filmin që i dobët. Gjithsesi, edhe kjo qëndron. Tjetra, këto filmat e shkurtër nuk janë për të kritikuar. Poeti, për shembull, është i mirë. Nuk përmenda poetin, përmenda mbjelljen e pemëve, ashtu sikurse profesionisti më ka pëlqyer realizimi i një tamam tregimi me një humor vërtet të zi. Është merit edhe aktorëve aty, edhe tregimi është, ka humorzi, është vërtet. Po mirë, po atëherë se i kritikove gjithë. Pra, nuk mundet se mund ta tregosh në mënyrë realiste groteskun tek mbjellja e pemëve. Aty s'kishte vend për grotesk. Aty që vetëm dhëmbje, dhe unë kur e dëgjova më është rrënqetur trupi, vërtet, dhe e mora të gatshme dhe hodha në tregim, aq më tronditi. Me fjalë nuk që stili im grotesk, po vetëm ndjeshmëria ime më dhëmbi shumë. Çdo njeri ka ndjeshmërinë e tij, me fjalë, më dhëmbi kur e dëgjova nga personazhi real që po e tregonte që ai kishte qenë dëshmimtar. Madje ai e tregonte me një ftohtësi, po ta lexosh tregim. Po, kam lexuar tregim. Ai e tregonte me një brutalitet ose me një gjë, po aty. Përse duhej ajo lojë e egzageruar e fryrë e aktorëve, tek mbjellja e pemëve? Për shembull, po marrim një element. Unë jam regjizore të filmit. Për ta diskutuar parimisht se sa jo aq e lehtë është për ta konvertuar atë realizëm, atë forcë në duke të pashprehur që kanë tekstet e tua. Jo, jam dakord me ty. Është regjizor i ri, unë nuk ndorhyra fare. Plus më është bërë reflekse që mos guxoj të edhe vetë regjizorët s'kanë qejf që unë të fut hundun, sepse thonë po ndikon, sepse në fund i prek dhe protagonizmin e tyre ose narcisizmin e tyre, po sidomos ideali i ri nuk është se më pyeti shumë. Dhe ti shikon që edhe settings, domethënë mjediset, ambientet nuk kanë aromën e kohës. Dhe nuk mjafton të lexosh një tregim ty Alishkës për të përkthyer imazhin e një bote të shkuar. Pra ku bazohen këta të rinj? Me çfarë ikone ata? Shiko, pozitiv është fakti Elsa që një regjizor i ri e zgjedhin të shkuarën. Zgjedh të shkuarën, bravo. Ai nuk është se zgjodhi, e vërtetë, po ti për hir vërtetës, unë kisha student, tha profesora keni një tregim, i dhash 2-3 tregime dhe për atë. Ti jep lëndën e skenarit në Universitetin e Arteve, vazhdon ta japësh. Po dhe i jap studentëve shpeshherë tregimet e mia që i bëjnë. Është ajo që është pashmangshë që mos biesh pasaj edhe në një farë klishe, por filmi prap e jep dhëmbjen Elsa, flas për këndvështrimin tim. Mund të kritikohet për shumë gjëra, po atë ndjesinë e dhëmbjes e jep edhe filmi. Unë sisha këtu në Shqipëri, po kishte fituar javës kaluar çmimin e parë në Dartan Festival, edhe tash me sa po shoh për zgjidhet, po seleksionohet për edhe jashtë vendit. Ndërkohë që ai profesionisti është përzgjedhur në Kanada dhe në Hindi, është kandidat për çmime. Yllie, ti ke qenë për gati 6 vite, ke përfaqësuar Shqipërinë në Euroimazh. Pra, ajo strukturë, ai institucion i cili orienton deri diku edhe frymën e kinemas evropiane në bazë të financimeve që jep. Ke lexuar pafundësisht skenar gjatë kësaj periudhe? Ishe i detyruar se do bësh avokacinë e kinemas shqiptare, por je i detyruar të lexosh ose do jep një voton për pafund Lars von Trier, Bellocchio, gjithë tornatorët, gjithë emrat e kinemas europiane i kalojnë në përduar dhe ishe i detyruar të lexoje dhe në një farë mënyrë është përvojë. Ishte një përvojë shumë e mirë. Jashtëzakonshëm, madje se aty asison me debate, për shumë çdo skenar bëj subjekt debateve të secilit antar. Ka rritur, ka zhvilluar tek ty diçka kjo përvojë për idenë që ti ke aktualisht për skenarin? Apo mendon që është kërkim autentik të rish tek letërsia që ti ke shkruar dhe mbi të vazhdosh të punosh? Të dyja. Ajo e para që thua e bën ndikimin indirekt. Për shembull, një skenar të Lars von Trierit fundit të filmit, unë e lexova me tendencën për të përfituar. Shtëpia që ndërtoi Xheku. Bravo. E lexova dhe për detyrim të punës, po e lexova dhe me idenë për të përfituar, për të parë një mjeshtër që unë e dua, për shembull një regjisor ky Marco Bellocchio me ata tradhtari. E lexova me shumë interes, plus e një historinë aty Antonio Buscetos në Sicili për të përfituar. Por shiko, se them për modesti, nuk jam profesionist i kinemas historikisht. Unë çdo gjë që vjen e re që më pëlqen, e marr e thith, e kopjoj,
e dua ta bëj timen, pra nuk jam shumë original që jam konsoliduar, bësh original kur e ke zanat të rjetën, unë themi jam, nëse e mbyll me këtë fjalën, jam fëmijë adoptuar në kinema. Dhe më jep kënaqësi sepse mbush jetën time me fjalë. Atëherë, kinemaja shqiptare në këtë rizbulim që ti i ke bërë kinemas Evropës, duke pasur përvojën në Euroimazh, me siguri ta kanë bërë dhe ta kanë stërbërë, më thëmë, këtë pyetje, po dua konkretisht dy gjëra ku çalon skenari shqiptar. Njëra përgjigje është ajo që tham deri tani. Domethënë njëra përgjigje është skenari që ti ke shkruar, ai lloj skenari që ti ke demonstruar deri tani. Kjo është njëra përgjigje. Përgjigja që vjen nga realiteti i autorëve të tjerë. Po i dal tërthorazi. Të bësh skenar dhe regji ka një element teknik, që është mënyra e shkruarit, po mbi gjitha është një këndvështrim i yti, pra kultura e yte, specifika e mendimit tënd, e veçanta e këndvështrimit edhe njerë të ndjesive të tua, dhe sa me theltjet kjo, sa me rafinuar, aq më mirë del produkt. Pra për mua cilësia e produktit është kush je ti dhe çka këndvështrimi të gjerë. Unë i them zakonisht, në përgjithësi i them studentëve të mi, se më thonë si të shkruajmë skenar të mirë. Kulturoni, lexo sa më shumë përvojë. Kanë shumë kulturë imazhi, Ylliet. Pra ata kanë parë shumë kinema, po më duket që një nga gjërat që mungon është leximi. Leximi se është kuptuarit është fenomeni i jetës, me fjalë si kupton ti, si përjeton ti fenomenet është në një plan më të gjerë. Sa më të rafinuara, sa më thellë, edhe sa më i hapur ti është nga këto prurje. Shiko, bëu i hapur për çdo gjë njerëzore nuk është e huaj për ty. I them edhe për skenaristët, edhe për regjisorin, edhe për shkrimtarin. Sa më tepër ti çfarë shkruan ose çfarë bën skenar. Shkruan do t'japësh diçka tënde të re që kontribon për diçka pa origjinale etj. Dhe sa më thellë ta njohësh, unë kur lexoj një roman të mirë duhet përfitoj nga ai. Sepse është shumë i zgjuar se mua, e sheh më të rafinuar realitetin, pra e dorëzoj veten, kur lexoj një letërsi të mirë, e dorëzoj veten, e lëshoj për të marrë maksimumin atij shkrimtari, sepse duket që e ka më të rafinuar, më të zgjuar mendimin, po njëjta gjë duhet sa më i thellë, dhe atëherë për të përgjigjer pastaj skenari shqiptar mbi bazën e këtij konteksti që ndofta sa më shpeshherë nuk është i thellë, shpeshherë bie sa më pak tjeti kultura aq më lehtë bie në klishe dhe në stereotipe. Natyrisht të gjithë fenomenet e kinemas janë edhe letërsisë ato janë dashuria, tradhtia, vdekja, trimëria, përulja në shtrimit, kaq janë. Po varet se ç'a niveli, ç'a këndvështrimi origjinal, sa thellë she, çfarë veçanti e keti për të parë dashurinë. Dashuria gjithë jetën kanë bërë filma për dashuri. Gjithë jetën kanë bërë filma seksi. Gjithë jetën kanë bërë gjithë për seksi, po për trimërinë, për frikën, për gjitha. Po varet se këndvështrimi yt, origjinaliteti yt dhe sa thellë dhe ç'a të veçantë ke në trajtimin e një ndjesie të tillë. Uroj që të shkojë letërsia jote që ka qenë burim për disa skenar, për regjisorë të tjerë, të vazhdoj të mbetet dhe të shkojë drejt atij kuptimi që nuk e deformon atë që ti fillimisht ke shkruar. Pra i mbetet besnik lëndës tënde, po në të njëjtën kohë autorët shfaqin dhe imagjinatën e tyre, atë që letërsia jote zbulon tek ata, që nuk e kam gjetur në filma që janë bazuar në. Sa të falenderoj për ftesën, po se them vetëm për. Ishte edhe një sebeb për të folur për tema që janë luks në një farë mënyrë ti diskutosh. Për programi i parë që bëhet omazh për të këndvështrimit të jetës time, për këtë pjesë e jetës time, për kinematografinë. Edhe ndoshta i pari dhe i fundit, që mund të mbetet edhe kur vdesun të jepet. Po prandaj janë arkivat. Faleminderit Ylliet. Faleminderit. Ishim me Ylliet Aliçkën, do të shihemi bashkë të mërkurën e ardhshme. Natën e mirë.